Të gjithë personat që vuajnë dënimin apo janë në pritje të tij kanë mjek në ambientet e burgut apo para burgimit, por qendra komunitare e shëndetit mendor në Vlorë ka qenë gjithmonë pranë para burgimit për shkak se në ato ambiente ka shumë persona që vinë më pas në këtë qendër për të marrë ndihmën mjekësore. Sipas mjekut Stiliano Lepuri, Spitali Psikiatrik i Vlorës është me dyert të hapura dhe aty nuk mund të shkojnë personat që janë dënuar apo janë në pritje të dënimit, siç ndodh në Spitalin e Burgut të Shënkollit. Po pra, unë do të thosha që për anën somatike apo problemet trupore, sepse të gjithë edhe ata që vuajnë dënimin kanë një mjek atje që i referon tek specialisti i përkatës, që mund të jenë për zemrën, siç thashë, te kardiologu apo te pneumologu për mushkrit. Por unë do të thosha që qendra komunitare e shëndetit mendor ka qenë gjithmonë në kontakt të afërt me institucionin e paraburgimit, pasi ne na vijnë shumë pacientë të cilët janë që vuajnë dënimin dhe kanë probleme të shëndetit mendor ose të ankthit, dhe të gjitha rastet vinë dhe diagnostikohen dhe mjekohen dhe u jepet ndihma e urgjencës këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor. Pasi ne në spitalin ton nuk kemi një dhomë apo si të themi një ambient ku të kurohen këta persona që janë të ndaluar, sepse ligjërisht në bazë të ligjit të shëndetit mendor, këta persona nuk mund të vinë në spitalin ton, sepse spitali jon quhet me dyert të hapura, nuk është një institucion i posaçëm i vojtjes së dënimit, siç mund të quhet Spitali i Shënkollit apo që është për njerëz ose pacientë që janë me probleme të shëndetit mendor, por kanë kryer dhe vepra penale. Por kanë patur këta persona probleme me shëndetin mendor. Mjeku Lepuri thekson se ka edhe nga ata që u shfaqet kjo sëmundje në ambientet e paraburgimit dhe që më pas janë paraqitur në spital për të marrë ndihmën. Nuk mund t'i përgjithsojmë të gjithë. Ka raste që dhe kur janë ndaluar kanë qenë në mjekim apo kanë qenë me probleme të shëndetit mendor dhe kanë qenë në mjekim, po ka dhe raste që u shfaqur shqetësimi për herë të parë në ambientet e paraburgimit dhe kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë. Sa i përket moshave, mjeku Stiliano Lepuri thotë se ato janë të reja, ndërsa thekson se një pjesë e tyre janë përdorues të lëndëve narkotike. Zakonisht ata janë mosha të reja, po. Dhe e keni detektuar që janë përdorues të lëndëve narkotike? Jo të gjithë. Ka raste që janë përdorues të lëndëve narkotike, po ka dhe raste që janë me probleme të mirëfillta të shëndetit mendor. Jo se kanë abuzuar me diçka dhe i shfaqur, por e kanë pasur dhe kanë qenë dhe siç u thash dhe më parë, kanë qenë në kurim dhe më parë dhe vazhdojnë kurimin, por duhet ajo ndjekja periodike nga një mjek specialist për të parë dozat e ilaçeve, për të parë ecurinë e mjekimit. Por janë të dhunshëm apo të rrezikshëm për ambientet e burgut apo paraburgimit ata persona të cilët vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Zakonisht se të thash raste që janë me probleme të rënda të shëndetit mendor, siç mund të jetë diagnoza më e rëndë që kemi ne që është skizofrenia, këta raste nuk qëndrojnë te paraburgimi i Vlorës. Këta shkojnë në institucionet e spitalit të posaçme, siç është Shënkolli që është në. Vlen të theksohet se në një muaj ka raste ku ka fluks ku të paraburgosurit e Vlorës paraqiten në spital, kryesisht ata vuajnë me probleme të zemrës dhe stomakut.